Në qoftë se dikush atje ku banon, atje ku jeton, atje ku punon, jeton, ndihet dhe sillet sikur t'jetë me pushime, atëherë ka arritur një pikë shumë të lartë të vetëdijes së vet. Dhe me shumë të drejtë mund ta festoj dhe të gëzohet për veten e vet. Çfarë ndodh? Dhe si mund ta kuptoj dikush këtë? Të jetosh në vendin ku ti banon dhe punon si të jesh me pushime. Ajo çka ndodh kur njerëzit shkojnë me pushime, ato që ne quajmë pushime, shkojnë në një vend komplet tjetër ku është i panjohur, nuk njihet nga vendalind, është turist. Dhe atje bën disa gjëra më tepër, të cilat nuk i bën dot atje ku jeton dhe banon dhe punon. Sepse ka atë kompleksin se çfarë do mendoj komshiu, lagja, klienti apo ku digjë. Ndërsa ku shkon në event të huaj që nuk është i njohur, atje sillet dhe është pothuajse komplet njëri tjetër, shumica të paktën. Duke përfshirë dhe mua deri në një farë pike para 5 vjetësh. Kjo ishte çka desha të thosh në këtë video. Nëse dikush e kupton, e kupton. Kush nuk e kupton, sot ta kuptoj mot. Jeta është e bukur, është për të shijuar dhe jo për të mbijetuar. Kalofshi ditë të mbarë.